Irani është një, po themi, është një skenar që mund shkatërrohet. Themi jo, dominuan tezat që nuk shkatërrohet. Por, gjithsesi mund të, si thuash, ideja ndërkombëtare ka pësuar, ka marrë ujë, është një anije që ka marrë ujë në gjithë të konflikte. Pra, po hapet rruga për Izrael në madh, është një doktrinë, është një teori, ndoshta konspirative, ndoshta antisemite, kategorizohet si dush, por nga ana tjetër po hapet rruga për rishikimin e kufive edhe në Ballkan që na intereson ne. Në radhë parë duken larg këto, por nuk janë aq larg. Pra, në radhë parë teoria e Izraelit të madh është teoria që Izraeli do shndrohet nga Nili deri në Eufrat. Në pikpamje, le të themi, tereni, kjo është e pamundur të ndodhë, dhe unë, duke që se njoh shumë mirë Izraelin, nuk e kam parë në asnjë pjesë të elitës politike të arsyeshme të Izraelit, sepse Izraeli ka elitë politike të paarsyeshme, po elitës politike të arsyeshme të Izraelit diçka të tillë. Pra në kushte tereni është e pamundur të ndodhë diçka të tillë. Nëse lartësitë Golani ka, gjysmën e Libanit e ka. I duhet të rimari Sinain që ka dhënë dhe ka mbaruar marrëveshjen me Egjiptin, dhe duhet të marrë gjithë Jordanin në mbështetjen të shkojë deri në mes të Irakut. Gjithë është e pamundur të ndodhë diçka të tillë. Synimi i Izraelit është nga deti deri në luginën e lumit Jordan, duke përfshirë dhe bregun perëndimor. Gjë që unë mendoj se Izraeli nuk ka thuajse asnjë shans të japi një shtetit mundshëm palestinez për arsye strategjike në radhë parë dhe për arsye fetare në radhë të dytë. Pastaj ndryshimi i kufive në Ballkan, Vučić ndodhet një problem shumë të madh për momentin. Ka dy gjëra. Problemi i madh i Vučić është që ka protesta të cilat po i ka ditë për ditë. Ka bërë dy zgjedhje lokale para disa ditësh në Zaječar dhe Kosjerić. Ju desh të bënte një luftë në kuptimin metaforik të fjalës, po ishte afër luftës për të arritur një fitore me shumë mundim. Dhe zakonisht regjimet të tilla kur i duhet të bëjë një luftë për të fituar, le të themi, ose në Bilisht apo diku në Maliq, do thotë që është afër fundit, sepse është një lloj si në këtë rast. Por nga ana tjetër, ideja serbe për ndryshimin e kufive nuk duhet, le them, mos marrë seriozisht. Ka një ide serbe që nuk lidhet me Vučićin, nuk lidhet me askënd që është në pushtet, është çështja e elitave politike dhe kishtare serbe për ndryshimin e kufive në Ballkan. Dhe thelbi i ndryshimit të kufive të tyre, që mbështetur shpesh edhe nga Rusia, nuk lidhet dhe aq me Kosovën, lidhet më shumti me Bosnjën. Pra Kosova është e dyta në rend, sepse ideja e veriut Kosovës është territorialisht shumë e vogël, por një ndryshim kufish që nisej nga Kosova mund të jepte gjysmën e Bosnjës. Rrim aty se kemi Pëllumi, ma kërkoj fjalë disa herë. Historikisht ata kanë dashur që të marrin territore shqiptare. Lufta kundër tyre ka filluar që në vitin 1912 në zonën e Hotit të Malësisë, se kuptohet që një pjesë territorit deri afërsisht në Budva para edhe konferencës Berlinit ka qenë shqiptare, janë djeg pjesët veriore nga serbët, janë shkatru dhe lufta ka qenë shumë e ashpër. Për të shkuar edhe te ai miti që politika serbe e sofistikuar për të na largu prej mbështetjes perëndimore dhe amerikane, kanë dashur ta përdorin mjeshtrisht sikur Shqipëria është popull me binje radikale islamike, ka qenë thjesht gjithmonë falso, sepse provat historike dhe faktet e vërteta janë se të gjithë Malësia që ka luftu kundër serbëve, para se me luftu kundër serbëve, ka luftu kundër pushtimit otoman. Dhe aty kanë bë masakra, ka qenë Prekcali, Gjigandi që ka luftu kundër tyne e tjerë e tjerë. Por në kushtet që ndodhet Vučići... Ka qenë dhe pas Kovasa që ishte... Gjysmë musliman, gjysmë si vjen. Jo më dhe bajraktari Hotit, ka qenë bajraktari Hotit, i cili ka qenë, do me thënë, është kthy në musliman për të shpëtuar Bajrakun. Pra atje janë një vllazër, janë familje, nuk ka lidhje, por vetë sofistikimi dhe politika e mrapsht të serbe, që gjithmonë ka dashur të përdorin diçka për të përfituar në anë tjetër.